Mëngjesin e së shtunës së 14 marsit, për befasinë e gjithkujt, përveç atyre që ishin përfshirë në proces, intensivisht, po tindëzisht, we have had intensive talks with the government of Kosovo in course of last few weeks. Albin Kurti doli në konferencë për media, bashkë me ndërmjetësin e dialogut Kosovë-Serbi Peter Sørensen dhe ambasadorin e BE-s Kosovë, Aivo Orav, për të na tregu se Kosova është pajtuar që të njëjtë dokumentet që lëshohen nga strukturat ilegale të Serbisë. Aplikantëve do i lejohet edhe përdorimi ekskluzivisht si mjet identifikimi i ID kartës të lëshuar nga strukturat jo legale. Le ta kemi të qartë, pra jo legalizim i strukturave të tilla, që do të nënkuptonte e kalim nga regjistrat e strukturave paralele të ato të Kosovës. Pra jo heqje dorë nga karta identiteti që lëshohen nga struktura paralele, por regjistrim të regjistrat të Kosovës mbi atë identitet që për Kosovën normalisht është ilegal. Po çfarë dokumentesh lëshojnë strukturat ilegale paralele të Serbisë në Kosovë? Këto struktura nuk e njohin shtetin e Kosovës e as shpallën e pavarësisë. Dhe në anën tjetër, e njohin pretendimin serb mbi Kosovën, prandaj ata vazhdojnë të lëshojnë dokumente ku Kosova figuron akoma si pjesë e Serbisë. Janë dhjetëra mijëra serb në Kosovë që jetojnë në këtë realitet paralel dhe pajisen me dokumente ku qytetet e Kosovës figurojnë si qytetet e Serbisë. Tash kur ka ardhur koha që Kosova ta zbatoj ligjin për të huajt, si çka regjistrohen këta serb në Kosovë. Si shtetas Kosovës, jo, se nuk e njohin Kosovën shtet. Duhet të regjistrohen si shtetas të huaj, për cilit shtet. As Serbisë tamam jo, sepse kartat e tyre të identitetit nuk janë krejt identike me dikë që jeton në Beograd për shembull. Kosovar jo, shtetas Serbisë jo. Atëherë si çka i pranon Kosova këta kur regjistrohen në regjistra zyrtare? Po i pranon si pjesëtar të një strukture të veçantë që s'është as Kosovë e as Serbi. E çka është? Është ajo që thuhet me emra të ndryshëm për përbën gjën e njëjtë. Zajednica, asociacioni, bashkësia e komuna me shumicë serbe, ose më saktësisht, këta janë qytetarë të autonomisë territoriale brenda Kosovës, me cilën Albin Kurti u pajtua në Bruxelles në orë e na njoftoi i lumtur edhe këtë të shtunë. Për këtë kompromis, më të madhin që ndonjëherë ndonjë zyrtar shteti i Kosovës e ka bërë, normalisht Kurti merr mirënjohje. Prime Minister Kurti, thank you very much for your constructiveness. Njëjtë që Kurti falenderon edhe përfaqësuesit e listës serbe. I would like to thank also for the constructive approach of the Serbian political leaders in Kosovo. Po kur u arrit kjo marrëveshje? Kur u mbajtën këto takime intensive që nuk di gjë kush për to? Ku u mbajtën? Kush mori pjesë? Kush e përfaqësoi Kosovën në këto takime? Nuk dihet asgjë, terr total. Por diçka duhet ta kemi të qartë. Qeveria aktuale e Kosovës është votuar me 19 shkurt, kurse me 16 janar kemi një njoftim se si Kurti bisedon me ndërkombëtarët për zbatimin e ligjeve për automjetet dhe të huajt. Pra Albin Kurti, as ishte kryeministër tamam, kur zhvillonte takime me ndërkombëtarët për të pajtuar që të njihen dokumentet e strukturave ilegale. Tash një pyetje tjetër e cila po ashtu nuk ka përgjigje. Kur Kosova t'i pranoi këto dokumente dhe të regjistroj persona me to, mbi çfarë ligji do ta bëj këtë akomodim? Ato dokumente janë në kundërshtim direkt i shtetësisë Kosovës. Atëherë, si do t'i regjistroj ky shtet, cilën ato dokumente nuk e njohin? Si do të shkruhet aty në listë? Sepse aty ta zëm shkruan Ana Brozovic, Mitrovica, Serbi. Veç ky regjistrim në vetvete është shkelje e ligjit, është shkelje e kushtetutës, është shkelje e esencës së vetë shtetit dhe strukturës ligjore mbi të cilën qëndron. Pikërisht se kjo është e pamundur të bëhet, Ministria e Punëve të Brendshme ka dalë me një vendim ku shkruan se Ministria do të nxjerrë aktet e nevojshme administrative për mundësimin e regjistrimit për një periudhë 3 muajore të fakteve të lindjes, martesës dhe vdekjes të regjistruar në institucione jo legale paralele serbe. Po ashtu thuhet se Ministria do të nxjerrë vendimet e nevojshme administrative për njohjen e përkohshme të kartës së identitetit lëshuar nga strukturat jo legale paralele serbe ekskluzivisht për qëllime identifikimin përputhje me kornizën ligjore fuqishme. Çka do të thotë aktet e nevojshme administrative? Çka do të thotë vendimet e nevojshme administrative? Si mund të bëhen këto në përputhje me kornizën ligjore? Si mund të përputhet ligjërisht një dokument ilegal i cili është krijuar për ta kundërshtuar atë kornizë ligjore, brenda cilës tash po thuhet se do të akomodohesh. Të nderuar, situata është e rrezikshme dhe ajo që po ndodh është implementimi i Zajednicës, që tash ka trajta të autonomisë territoriale dhe po ndodh para syve tonë, por me një apati të padurueshme. E derisa Kurti implementon strukturën e shtetit Zajednicës brenda shtetit Kosovës, një kaste lodhur opozitarësh, të kredhur në luks,
thratuar për vete familjet e tyre, të pa interesuar të merren me politikë ndonë se janë politikan, po ja mundsojnë Kurtit që projektin më të madh antikombëtar ndonjëherë ta kaloj si çështje të thjeshtë administrative.